shqiptarë që prej vitesh jetojnë në Greqi, që janë pajisur me dokumenta atje, që kanë jetën atje, familjen të cilësohen minoritet. Duhet ditë në radhë parë në çfarë mënyre këta emigrantët shqiptar e kanë fituar shtetësinë e Greqisë. Pra, e kanë fituar nën presionin që t'japin një deklaratë që kanë origjinë greke, nga gjyshja nëna ose babai, apo e kanë fituar në bazë të statusit, bazë duke plotësuar kushtet në fillim si emigrant ekonomik, duke patur leje qëndrimit përhershme 5 vjeçare, 10 vjeçare dhe në bazë të ligjeve të Bashkimit Evropian, si çdo emigrant që kanë emigruar në këto vende, Itali, Gjermani, që dihen tashmë mas 10 vitesh ke drejt të shtetësisë edhe kanë fituar këtë shtetësi. Pra, nëse Greqia, që unë jam i bindur që Greqia ushtron në Komisionin e Dhënies së Shtetësive pyetësorin që je vorë period, je me origjinë nga Epiri, Veriut, siç kanë qef ata. Për pensione ka para. Po, apo e kanë marrë ashtu. Tash ke kjo dosje i parë. Unë mbetëm përsëri tifoz i asaj që Shqipëria nuk do të antarësohet asnjëherë në Bashkimin Evropian në bazë të kushteve ekstremiste që Greqia shfrytëzon duke deklaruar kemi këto, siç dihet Varreza. Me të vërtet ju e mendoni që nuk ka shanse pra që të ndodhë integrimi dhe nëse mund bëni edhe një renditje, kush janë ato kushte që sipas jush e pamundsojnë këtë? Edhe një herë i bindur që asnjëherë Shqipëria nuk do të antarësohet në Bashkimin Evropian, duke patur parasysh skizofreninë dhe mendimallsinë e Greqisë si shteti përgëdhelur i BE-s, ka humbur potencialin e saj ekonomik, politik në Ballkan pasi është antarësuar Slovenia, Kroacia, pritet Malizi, Bullgaria dhe Rumania. Pra, kujt mund t'i shesi mend Greqia e 10 milionëve që është e fundit për sot flasim për ana ekonomike, në bazë të rrogave statistikave është e fundit Bashkimin Evropian për rrogat ku ja ka kaluar edhe Bullgaria, edhe Hungaria, edhe Rumania, nuk po flasim për Sloveninë dhe Kroacisë. Dhe Greqia mbetet vetëm t'i bijë Shqipërisë, na ka gjetur neve vasal, Sahan Lpirës, njerëz që nuk kemi ndjenja kombëtare, kanë fjalën gjithmonë për përfaqësuesit politik tanë, për deputetët, për një pjesë të mirë gazetarëve, të ministra apo dhe me në krye zoti Rama. Pra, të jemi qartë, me kushtet që vën Greqia, ndërtimin e 8.000 varreve atje, ku gjuha greke ku është 20% që nuk i takon të jetë greqishtja, ku grekët asnjë 20% nuk janë as në Gjirokastër, as në Korçë, as në Përmet, as në Saran. Ne e dim sa kemi, bile ju garantoj që sot që flasim në jugun e Shqipërisë jetojnë disa pleq edhe pak të rinj, rreth 20.000, ku pjesa tjetër pasi kanë marrë shtetësinë greke, kanë ikur në vendet nordike, kanë ikur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë ikur në Gjermani, duke haruar termin vorë period, duke haruar dhe atë propagandën ekstremiste që bënin dikur këta ekstremistë të jugut Shqipërisë që fituan këto. Prandaj them, edhe sikur neve t'i plotësojmë këto kushte, domethënë 8.000 varre, ato më një vorë period. Përsëri Republika e Shqipërisë nuk do të antarësohet në BE dhe s'ka për të antarësuar këto, ne theme bindet plot, duke patur parasysh kushtet e Greqisë, por duke patur përsëri parasysh Çiprin, që është antare e BE-s, që nuk e njeh, dhe Kosovën dhe Greqia nuk e njohin dhe ajo do të kërkojë si gomë rezervë. Po, gomë rezervë është Kipra me vete, sepse Kipra është fëmijë apo vlla i Greqisë, ashtu siç kemi ne edhe ne Kosovën. Duke patur parasysh që Kipraja ka bazat e saj të rinisë së Vorë Epir për autonomi dhe për luftë. Siç e dim dhe Fredi Belej dhe shumë të tjerë për disa muaj në vitet 92, 97, 98, 2000 janë stërvitur në këto bazat e Kiprës, gjoja për të shkolluar. Unë kam listat e disave, nga rreth 80 që shkuan apo 100, vetëm 54 pranuan që t'jenë ushtar të autonomisë së Vorë Epir. Sot ato janë në një moshë 40 apo 50 vjeçare, gjë që kanë harruar dhe atë stërvitjen që kanë bërë atje. Por dua t'rregoj që Kipraja, administrata e Kipros greke, sepse kemi edhe administratën e Kipros turke, administrata e Kipros greke ka nxitur, ka strehuar dhe vazhdon propagandën e saj për autonominë e Vorë Epir më zëshëm në publik se Greqia. Zoti Dhalla, ajo që unë nuk kuptoj është kjo që tani këta 200.000 shqiptarë që do me projektin grek, nëse është e vërtet që janë naturalizuar edhe do të cilësohen si minoritar. Po të marrim një shembull konkret, hiq një shqiptar nga Korça apo nga Gjirokastra, nga jugu,
apo nga juglindja. Nëse do marrim shembullin e një qytetari shqiptar nga Mirdita, i cili për arsye ekonomike, sikur e thatë ju, është shpërngulur, jeton me familjen në Greqi, prej vitesh ka marrë pasaportën. Tani si mund cilësohet ai minoritar? Së pari dhe së dyti se kjo ngjan pak a shumë para disa vitesh, një nga partitë në mos gaboj PPD-1-ja doli me këshilltarin e Mirdit, pra që ishte një habi e madhe. Pra dhe në këtë rast si ngjitet kjo me minoritetin, një shqiptar? Ja si ngjitet. Edhe si do ngjitet më pas me pjesën tjetër të Dropullit apo të Finiqit. Pra kush është projekti i tyre? Ja si ngjitet ajo me një banalitet, po ja u them. Gjyshja të Mirditës ka qenë ushtar në Dropull, ka marrë një cuc nga Dropulli, është martuar dhe ka mbajtur Mirdit. Pra ju thonë banalitete. Doja gjejnë anën duke gërmuar për gjetur një rrejt të hershme, domethënë hipotetike, mashtruese me pak fjalë.